Mira qytetar, krerë të shtetit dhe politikës si dhanë lamtomirën e fundit ish kryeministrit dhe liderit historik të Partisë Socialiste, Fatos Nano. Homazhet bën bashk politikën majtës e djathtas, krerë të besimeve fetare e deri tek personalitetet nga rajoni, me syr Albin Kurti, zëvendës kryeministri i Maqedonisë Haxhia, e deri kreu i PD-s Ali Ahmeti, të cilët i dhanë lamtomirën e fundit njeriut që la gjurmë të thellë në politikën shqiptare pas viteve 90. Mes lotëve dhe dhimbjes së madhe, bashkëshortja e tij Joana Nano foli për historinë e dashurisë, rolin e Nanos për Shqipërinë dhe burgosjen e parë drejt me urdhër të Berishës. Është një nga ato ditë që unë nuk do të dëshiroja të jetoja kur. E tillë është kjo ditë edhe për fëmijët tanë, Sokolin, Etën dhe Klajdin. Këtu e një çerek shekulli më parë, unë një vajzë fare e re, me intuitën e moshës pafajshme, rash në dashuri me Fatosin. Atëherë sigurisht nuk e kuptoja pse. Por tani e di. Kisha rënë në dashuri jo thjesht me Fatosin si person, por shumë më shumë se kaq. Kisha rënë në dashuri njëkohësisht edhe me vizionin e një Shqipërie ndryshe. Komplet tjetër nga ajo që jetonim aso kohe. Të një Shqipërie që për herë më shumë lipsej të largohej me urgjencë nga tradita e saj shekullore e barbarisë, hakmarrjeve, liksive, primitivizmit, dhe të fitonte një kurs tjetër, civil, modern dhe europian. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij e kujtoi Nanon si mik, si udhëheqës dhe si një njerëz që la gjurmë të pashlyeshme në historinë politike të vendit. Burgosjen e kujtoi edhe Rama, kur tha, të paskandashur edhe ato që të kallën në burg. Po sa të paskandashur e të paskan admiruar mor burri dheut. Po dhe ata që se lanë shkop ndër rrota pa të vënë, dhe gur në kuriz pa të hedhur, me zi që pas këshin pritur, të ta tregonin dashurin e adhurimin, sa po ta merrin vesh, që nuk do t'i hapësh më sytë. More deri dhe ata që të kallën burg, duke t'akuzuar si vjedhës, dhe që erdhën të vrasin në zyrë, duke të mallkuar si vrasës, e që të lëshuan mbi fytyrë për vite e vite tëra me radhë, tërë të zeza dhe gjuhës shqipe, veç ta shije se si ti kanë qëndisur, aq bukur, fjalët e admiratës tyre. Plasja më vjen, që si jemi do të sonte për një darkë që s'do kishte të paguar. Sokol Nano, djali ish kryeministrit Fatos Nano, gjatë fjalimit të ceremonisë në homazheve shtetërore në nder të liderit historik të Partisë Socialiste, tha se babai i tij do të kujtohet si një burr i madh shteti. Ndërkohë, edhe partitë opozitare morën pjesë në këto homazhe në nderim të figurës së Fatos Nanos, ku dhe kanë shprehur ngushëllimet familjarëve.